Çfarë ndodh në këtë rast me marrëdhënien, në momentin që burri kalon në kuzhinë, ai krijon probleme apo jo? Shiko, varet shumë nga lloji burrit që ke edhe lloji gruas që je. Rrethana familjare të kujdo janë të ndryshme dhe marrëdhënia që ti ke është e ndryshme dhe niveli i sakrificës që ti je i gatshëm ose e gatshme të bësh varet shumë nga backgroundi kulturor që ke edhe nga sa e do që kjo familje dhe kjo marrëdhënie dhe shëndeti mendor i bashkëshortes tënde të jetë sa ti ku duhet. Shtatzania nuk është e lehtë. Neve na bie një barë shumë e madhe biologjike, duam apo s'duam ne, sa do 50-50 ti ndash detyrimet, barra më e madhe na bie ne, pa gjumësisë, dhënies së gjirit, mbajtjes e të gjitha. Kështu që kjo është sakrifica që do i duhet të bënte Albania.